7 kalojmë në pikën 8. Projekt vendim për miratimin e buxhetit vjetor 2026 si dhe programin buxhetor afatmesë 2026-2028 për Bashkisë së 26. Në vitin 2025 kemi pas një buxhet prej 1.9 miliard lekë të reja dhe për buxhetin 2026 kemi një vlerë prej 2.1 miliard lekë të reja, nga të cilat kemi një rritje prej 12%, që do të thotë në shumë lekësh 229 milion lekë, nga të cilat 124 milion kanë ardhur si rritje e transfertës së pakushtëzuar nga qeveria dhe rreth 105 milion lekë janë rritur të ardhurat si rezultati të ardhurave të trashëguara nga viti 2025. Do të thotë që niveli të ardhurave prej 3 vitesh ne e kemi në të njëjtin nivel, pra nuk kemi bërë rritje të ardhurave në buxhetin e bashkisë, gjë që ka treguar që ne nuk kemi rritur detyrimet dhe ne nuk kemi krijuar nivel borxhi për këtë buxhet. Për sa i përket nivelit që është shpërndarja e buxhetit, është 46% së cilës e zën pagat, 8% sigurimet, 26% shpenzimet operative dhe 20% investimet me të tretë, të cilët janë me emërtimet përkatëse. Dhe te 26% që shpenzimeve operative përfshihen dhe investimet që kemi parashikuar blerje çakulli në vlerën 25 milion lekë të reja, materiale asfaltobeton 79 milion lekë të reja, blerje materiali beton dhe hekur 20 milion lekë të reja, të cilët janë parashikuar për shtrimin e rrugëve në njësitë administrative, por edhe në lagjet e qytetit, por gjithashtu kemi parashikuar dhe rikonstruksionin që do të bëjmë të kopshtit numër 2, por që do të bëhet me blerje materiale që e keni në zërin rekonstruksion kopshti 8 milion lekë, që do të bëhet nga qendra e arsimit. Përsa i përket investimeve në zëra, kemi rikonstruksionin e brendshëm të godinës së bashkisë, ndërtimi i qendrës shëndetësore Fjershegan, urbanizimi bllokut banimit në lagjen 18 tetori, ku përfshihet rruga Myfit Vokopola, Altin Mino, degëzimi djathtas i segmentit rrugor Altin Mino dhe rruga Gani Draga. Ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës Ilyas Ahmeti, ose siç e njohim ne në përditshmëri rruga e Niqit, sistemim asfaltimi i rrugës Golemi Madh, Golemi Vogël, që është rreth 2.5 km, rikonstruksioni i godinës Ish Posta Kolonjë, godina e cila është pranë shkollës Kolonjë sot, do të bëjë një ndërtim të godinës së shërbimit zjat pikës, duke qenë se edhe nga opozita, por edhe nga këshilltarët e forcës politike që dhe unë përfaqësoj, ka qenë që ne duhet i japim një dinjitet si duhet këtij shërbimi zjat pikës, prandaj kemi menduar që këtë vit të bëjmë një ndërtim të ri të godinës, ta vendosim pranë ku ndodhet sot godina e ujësjellësit, në mënyrë që dhe dalja e shërbimit zjat pikës të jetë më e lehtë, dhe ndërkohë gjatë vitit do të sjellim një propozim që ku është godina sot e shërbimit zjat pikës, ne të ndërtojmë një kopësht apo një çerdhe në varësi të kërkesave që kemi nga qytetarët për këtë lloj shërbimi. Po rifusim përsëri ndërtimin e varrezave të reja, që është loti 2, duke qenë se nuk arritëm brenda këtij viti të bëjmë prokurimet. Kemi sistemim asfaltimin e rrugës Kozma Kontakqiu dhe Mir Quka dhe Abedin Llapi, pra është një rrugë e cila ndodhet në lagje, janë disa segmente rrugës që ndodhen në lagjen Kadri Qystri pas varrezave publike për të qenë më të qartë qytetarët. Urbanizimi i bllokut të banimit në lagjen Gafur Muço. Gjithashtu janë parashikuar dhe blerjet disa mjeteve, duke qenë se një nga prioritetet tona ka qenë që ne të investojmë edhe në mjete motorike, çka do të thotë që rrisim akoma më shumë investimet dhe patjetër që shtojmë akoma më shumë shërbimet me një kosto më të ulët. Duke qenë se në mbledhjet e kaluara të buxhetit është kërkuar nga ju që edhe rrugët të cilët ne i parashikojmë me mirëmbajtjen dhe me ndërtimet nga ndërmarrjet e pasurisë publike dhe qendra e arsimit, t'i fusim në mënyrë të detajuar. Ju keni një relacion sqarues për investimet që do të parashikohen në çdo njësi administrative, ku kemi në njësinë Bubullim, do të ndërhyjmë me unazën e fshatit Eskaj, këtu e keni të ndarë në segmente, në njësinë Kolonjë kemi rrugën e Koçallarëve në fshatin Lumth, në njësinë Fjeshegan kemi rrugën e fshatit Çukas i Vjetër dhe një degëzim rrugë në fshatin Qinar, në Hyzgjoka është rruga e Çullhenjve që ndodhet në fshatin Kurtin, në njësinë administrative Ballagat keni Manasufaj,
Në njësinë administrative numër 5, vazhdimi i rrugës Adem Jashari dhe rruga Arif Qystri, në njësinë Allkaj degëzimi i rrugës Delisufaj Toshkës, në njësinë Krutje Kisha Shëntodri Krutje rruga Kadipashaj, njësi administrative numër 4, Lagja Gafur Muço rruga Skënder Pojani, në njësi numër 1, rruga Nuredin Spatari, ka që një kërkesë e antarit Këshillit Bashkiak këtu. Në njësin Dushk kemi rruga Dituria dhe Iliria në Zham sektor, rruga rezervuari në fshatin Gramsh dhe rruga e Hoxhallinjve fshatit Dushk. Në rajonin numër 5 kemi rruga Mexhit Çela, rruga Gjon Muzakaj, rruga Qazim Manko dhe degëzimi i rrugës Qazim Manko, që ka një segment tjetër, dhe në njësin Karbunar është rruga e Gjolemve. Pastaj kemi të detajuara me bazat materiale. Gjithë këto tani, rikim rrapë, gjithë këto gjithë.